Antibiotiku më i mirë është mjalta. Mjalti është sherus, është i mirë, kur të mjekut shkojmë të mjeku, hajmë mjalt, asë një fëmijë jemi nuk din me hangër një tabletë. E përdor mjaltin, s'ka më shku të mjeku heq. 30 kg deri në 50 kg varet sa e mush. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Pa bletë nuk do të kishim mjalt e as fruta, sepse bletet kontribuojnë edhe në polenizim. Prandaj ne sot do të shkojmë që ta takojmë një bletar i cili do të na tregojë më shumë rreth tyre. Halil Berisha, profesor e kimisë, nga fshati Dëbërdel, komuna Klinës. Për momentin e kemi 50 koshere, 40 këtu edhe 10 në mirë. Prej vitit 99, në luft, një kojshi e ka gjetë një blet, një shpi, e ka marrë në qëtë në deg, edhe e ka prumë, më ka thonë që tonë do më të adhonë, prej ateshtet e kemi, dhe në vitin 1927-6, bohën, jemi me blet, 2 kur ma pak, 2 kur ma shumë, varet të këtu, një vit u konë rrezik më na shku krejt, në konë të helmu me pogaqet. Por ka pështu një, prej që asaj tash e kemi, qëtu 50 dhe 60 ka herë e kemi. Nuk është shumë punë e vështirë, por edhe nuk është punë edhe e lehtë. Dhe me thonë, ka leverdi me majtë, por duhet edhe me investu, duhet me këqyrë. Nuk kam veç me qitë që aty me lanë, me thonë hajtë se kur gjo, duhet me përcjell prej smunje, duhet me përcjell akanoshqim dhe duhet me përcjell zhvillimin e tyne. Por duhet një kohë, por edhe ka edhe përfitime, ka mjalta kushtën 20 euro 1 kilogram, një blet kushtën sa një dele 150 dhe 200 euro, ja vlen, edhe pse ka të shpenzime, nuk është pse janë këtë fitim, po ja vlen me pas, ja vlen me marë. Edhe kjo më varet prej kohës, qysh merë koha. Na jemi këtu një vend breg malor ma shumë, kemi janë vetëm të livadit dhe të malit. Ta e bagremi për shembull janë shumë e ngjyrë të verdhë. Është e si e bardhë. Ndërsa mjalta e jonë është pak si ma zezë, ka ngjyrë ma zezë, edhe pse mjalta origjinale thuhet edhe është që ashtu ajo që kristalizon, që ajo është mjalta origjinale. Edhe pse se të vëllai vështirë është me pas mjalta origjinale, pa përzi pak nuk përshkon kërkun, e përzin ka pak. Ti nuk e din bleta ku merë, kjo shkon havar 10 km ashta. Ka marrë dikun sheqera, ka marrë dikun atje. Është më rëndësi se ti në bletishte mos me qitë sheqer. Aja është më rëndësi. Qysh e di, po ta shkret nuk e di, antibiotiku më i mirë është mjalta. Që thotë shkenca mjekësore, antibiotik. Ka të gjitha llojet e lulave, se këtu për shumë lulave bëhet kjo mjaltë. Edhe pse viti kaluar është prit si mos me pas rendimente, te ne ka qenë i mirë, si vjet ma shumë kanë shku në shtim, janë të ushtu, se koha, edhe pse ka qenë e përshtatshme, mjaltë nuk ka mund me mbledh hala. Të na nuk ka tash mjaltë për momentin, s'ka. Por kjo duhet deri te në fund të korrikut. Pritet deri në fund të korrikut, edhe pse ka me kon vera mirë, ka 2 herë në vit mundesh me marrë mjaltë. Fund qershorit edhe në fund korrikut. Kujdes më të veçantë është kjo në pranverë, sepse në pranverë varet prej dimrit çysh kanë pasur ushqim mjaftueshëm, që ajo fazë, ndërsa tash është shumë lehtë se ajo mbijeton vet. Tash nuk ka nevojë me ndërhyrë shumë punën e tyne. Edhe kam ndihmon edhe djali i madh, bledari, edhe gruaja. 3 jemi që merrem me blet, cili do të thosh di më punu. Varet te dikun mundet veç varet sa antarë, varet me kanë vogël po, me pas edhe më shumë po, edhe me pas të sigurt. Mas pari hiç edhe nëse nuk ka për me shit veç për vete, mirë me pas secili blet edhe me ja ditë rëndësinë e bletës, se rëndësia e bletës është e madhe edhe për bim. Kjo i bën shumimin e bimëve, bazë polenit. Merë që të shkon në edhe tjetër, shkon bën shumimin e luleve, është mirë me pas bletë, se është mjalti është sherus, është i mirë, kur të mjeku shkojmë të mjeku, hajmë mjaltë, asë një fëmijë jemi nuk din me hangër një tabletë. E përdor mjaltin, s'ka më shku të mjeku heq.
ka fillu me mbledh mjaltin, që këtu është. Mjalti, kjo është në katin e dytë, këtu ka mrezhen. Ama nuk mund me dalë nalt. Kjo ka vezë vetëm poshtë, nësa nalt është këtë mjalt, që të bon këtu, bon mjalt, se ka atë diafragmën të. Edhe dhe ka funi i qeshurit pritet me konë rendimenti mirë. Vëlloj mundet prej 30 kg deri në 50 kg, varet sa e mush. Po jo tash gjitha, jo gjitha. Që kjo për shembull nëse ose mushet kjo deri në 50 kg mundet. Që edhe këto tjetra, këto afrin gati edhe këto me vendos katet. Se kati vendoset kur dojmë marrë mjalt, dhe sa kur dojmë shku me shtu, i lojmë një katet, atër këto shtohen këtu edhe lëshojnë, kapën këtu në pemë, i qesim në vendet tjera të reja. Unë ju falenderoj edhe juve që keni gjetë kohë, me arme na vizitu, ju dëshiroj suksese në punën e juj, o mirë me vizitu edhe fermerë tjerë.